Përshëndetje miq, mirë se erdhët sot në Të jetosh besimin. Sot dëshiroj të flas për të pasurin e një zemre të lirë. Një jetë bujare, një zemër e lirë, pra bujaria si një instrument për ta çliruar shpirtin. Bibla thotë që ai që mbjell bujarisht do të korrë bujarisht. Në historinë botërore, pak janë ata njerëz që e kanë mishëruar këtë varg kaq fuqishëm sa William Wilberforce. Ai ishte një politikan britanik i respektuar me karrierë të sigurt dhe ndikim jashtëzakonisht të madh. Mund kishte jetuar një jetë të qetë, duke shijuar pushtetin, privilegjet, por zemra e tij zgjodhi një thesar tjetër, dinjitetin njerëzor. Kur ai u përball me realitetin çnjerëzor të skllavërisë, Wilberforce nuk mund të qëndronte i heshtur. Për më shumë se 20 vjet, ky njeri luftoi në parlamentin britanik për shfuqizimin e tregtisë së sklevrëve, duke rrezikuar reputacionin, shëndetin edhe jetën e tij politike. Ai dha gjithçka për një kauzë që nuk i sillte lavdi të shpejt, por drejtësi të qëndrueshme shoqërisë njerëzore. Wilberforce shkroi: Perëndia më ka vënë përpara dy qëllimeve të mëdha: shfuqizimin e tregtisë së sklevrëve dhe reformimin e moralit në shoqëri. Kjo është bujaria e vërtet, të japësh jetën tënde për diçka që është më e madhe se vetja jote. Tani më lejoni të ndaj për ju disa të vërteta që dëshiroj t'i mbani mend nga ky meditim i kësaj dite. E vërteta e parë: bujaria e vërtet është mënyrë të jetuari, nuk është një projekt, nuk është një moment. Wilberforce nuk bëri një akt bujarie të izoluar. Ai ndërtoi një jetë të tërë rreth sakrificës. Bujaria për të nuk ishte emocion, por bindje. Aristoteli do thoshte virtyti nuk është një veprim i vetëm, por një zakon i qëndrueshëm. Pra, një zemër bujare nuk pyet sa pak mund të jap, por sa shumë mund të shërbej. Së dyti, bujaria e vërtet sjell liri shpirtërore. Pra, të luftosh për drejtësi të çliron ty nga robëria e egoizmit. Wilberforce ishte fizikisht i dobët dhe shpesh i sëmur, por shpirtërisht ishte njeri i lirë, sepse nuk ishte sklav i frikës apo interesave personale meskine. Seneca, filozofi romak, do të shkruante: askush nuk është i lirë nëse është sklav i dëshirave të tij. E pra miq, Wilberforce u bë i lirë sepse ja dorëzoi dëshirat e tij një thirrje më të lartë. Së treti, dhënia është pjesë e adhurimit ndaj Zotit. Për Wilberforce, politika nuk ishte thjesht pushtet, nuk ishte një mjet për të përfituar para, por ishte shërbim ndaj Zotit. Dhënia e energjisë, e reputacionit, e jetës ishte akt dhurimi ndaj Perëndisë. Vlera morale e një veprimi qëndron tek motivet e tij, do thoshte Kanti. Pra, motivi i Wilberforce nuk ishte fama, por bindja se çdo njeri është krijuar sipas shëmbëllimit të vetë Zotit. Ky meditim i kësaj dite na sfidon të gjithëve. Lejoni të ndaj disa pyetje. E para: a është bujaria pjesë e identitetit tim, apo është vetëm reagimi i çastit, i momentit, diçka spontane? Së dyti, a jam gati të humbas komfortin për të mbrojtur të drejtën? Së treti, apo mbjell drejtësi, apo thjesht jam duke ruajtur rehatin time personale? Ndaj miq, në familje jepni dashuri edhe kur është e vështirë. Në komunitetin e besimit jepni kohë, shërbeni, jo vetëm me fjalë. Në shoqëri mos heshtni përballë padrejtësive. Kierkegaardi do të shkruante: të guxosh do të thotë të humbasësh përkohësisht ekuilibrin. Të mos guxosh do të thotë të humbasësh veten tënde. Wilberforce guxoi dhe ndryshoi historinë. William Wilberforce mbolli drejtësi me jetën e tij dhe korri liri për miliona njerëz. Ai na kujton që një jetë bujare krijon një zemër të lirë dhe një zemër e lirë ndryshon botën. Ndaj miq, me këto mendime le t'i lutemi Zotit së bashku. Ati dashur qiellor, më mëso të jetoj me guxim dhe bujari. Qiroj zemrën time nga frika e humbjes dhe nga rehatia që më bën të hesht. Bëj jetën time një akt adhurimi për ty dhe një bekim për të tjerët. Bekoj o Zot burrat dhe gratë që janë duke më ndjekur sot, familjet e tyre, udhëhiqi dhe drejtoi drejt një jete bujare. Në emrin e Jezusit. Amen. Zoti me ju miq edhe këtë ditë
Dhe mos harroni, jetoni për te i vetes një jetë bujare. Mezi pres t'ju takoj sërish nesër.